punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma miq të Tru Podcastit, pacient të kudo ndodhur, pacientët të gjitha pavioneve të cilët duhet të bashkoheni, siç ka thënë shoku jon legjendar Stalin dhe mandej shoku Enver Hoxha, proletarët të gjithë pavioneve duhet të bashkohemi që të gjejmë vaksinën e duhur për çmpirjen e trurit, sepse trurin tonë e kanë bombarduar me lloj-lloj pisliqesh, pornografi, pije gazoze, sheqer. Do ta zgjidhim këtë lloj çështje. Sot në Tru Podcast ka ardhur një mendje e cila është totalisht ndryshe nga mainstreami që juve jeni mësuar të dëgjoni. Një mendje e cila nuk flet politikisht korrekt, një mendje që në një pjesë dërmuese të gjërave bie ndesh edhe me mendimet e mia, por fakti që bie ndesh me mendimet e mia nuk do të thotë që mendja e tij nuk duhet vlerësuar, sepse në gjeopolitik, në histori, por edhe në çdo fushë të shkencave sociale, nuk ka gjë të saktë apo të gabuar, ka gjë të mirë argumentuar dhe të keq argumentuar. Sonte në Tru Podcast ka ardhur një person i cili nga masa anatemohet me konotacion negativ, sepse ai nuk thot gjërat që juve doni të dëgjoni. Përshëndesim asistent profesorin në Universitetin Ndërkombëtar Islamik të Malezisë, është drejt për drejt nga Malezia, Olsi Yazexhi, miku i Tru Podcastit. Ols, mirë se erdhen në podcast vlla. E kishim lënë shumë herë që do ta bënim një diskutim bashk, por edhe ngarkesa jote edhe ngarkesa ime na e pamundsoi deri më tash ku jemi për të folur pa dorashka, pa pik ndroje, pa pik frike, sepse frikë duhet pasur vetëm gabimet që bën ti karshi Zotit, a Zotin thelb, nuk duhet pasur gabim. Zoti im dhuron dashuri, nuk e di për Zotin e tjerëve. Por le ta nisim këtë bisedë kështu. A mendoni, kam një pyetje kështu ezoterike le të theme. A mendon ti se të gjithë i falemi një Zoti, por koncepti që kemi për Zotin është totalisht ndryshëm dhe është ndryshe nga ai që mund të jetë i vërtetë? Po, se njerëzit, domethënë që nga fillimi i qytetërimit njerëzor, nga ato gjetjet që kemi nga fusha e arkeologjisë, do shohim që njerëzit në kohë dhe hapësirë të ndryshme kanë patur imagjinata të ndryshme për Zotin, por Zoti her pas here, sipas librave të shenjtë, i ka dërguar njerëzimit profet. Këta profet kanë qenë rebel, kanë qenë njerëz që janë çuar kundër establishmentit, por i kanë treguar njerëzimit se kush ka qenë rruga e vërtet. Dhe po të shohim njerëz që nga Mojsiu apo Musai alayhis salam, që nga Jezu Krishti, që nga Muhamedi, në vendet që ata shkuan, krijuan shumë armiq. Njerëzit i shanin profetët dhe besimtarët, bilesdonin edhe t'i vrisnin. Sipas versionit kristian, ata mendojnë që Jezu Krishti edhe u kryqëzua, sepse Jezu Krishti guxoi që theu mitet që kishin judejt. Ai u tregoi atyre që Zoti Perëndia është i drejtë, Zoti nuk është racist, nuk favorizon asnjë popull të caktuar. Zoti i do të gjithë njerëzit që i ka krijuar. Por sikur dihet që feja historikisht është manipuluar nga politika dhe njerëzit që manipulojnë fen e manipulojnë për qëllimet e tyre. Për këtë arsye, profetët e Zotit që nga Mojsiu, që u bë armiku i egjiptianëve, që nga Ibrahimi, që u bë armiku i irakenëve të asaj kohe, që nga Luti, që u bë armiku apo Loti, që u bë armiku i pederastëve, që ai kundërshtonte vesin e pederastisë,
që nga Krishti i cili u bë armiku i fajdexhive, që fut, apo Muhamedi i cili sfidoi perandorinë romake dhe sasanide, profetët gjithmonë luftohen, nga që ata janë revolucionar, ata janë rebel, dhe ata vinë dhe i tregojnë njerëzimit një rrugë që njerëzimi e humbet me kalimin e kohës. Dhe ata i thonë njerëzimit dhe i tregojnë atyre se kush është rruga për tek Zoti, dhe se si Zoti është një dhe absolut. Dhe këta pushtetarët që ndërtojnë kultet e tyre, ju e keni në Shqipëri shumë të mirënjohur kultin që ndërtoi Enver Hoxha, apo kultin që Edi Rama po ndërton sot, se gjithmonë njerëzit e ligj ata kërkojnë të ndërtojnë idhujtar dhe ti ndajnë njerëzit nga e vërteta dhe ti bëjnë ata që të adhurojnë njerëzit me pushtet. Por këta njerëz me pushtet sipas Biblës dhe Kuranit njihen si tagut apo si të mallkuar, dhe profetët e Zotit vinë që t'i thyen këto idhuj dhe t'i kthejnë njerëzit nga Zoti i cili është një absolut i drejtë dhe nuk i diskriminon njerëzit mbi baza etnike, racore, të pasurisë etj. Pra, me sa kuptova unë nga gjithë ky përshkrimi i thjesht po metodik i të gjithë kohës i shkruar në librat e shenjtë, po tregohet ose ajo çka kuptova unë dhe që duhet t'ja transmetoj edhe gjuzëve tanë është që feja është përdorur politikisht për herë, apo ja. Po, pra, historikisht feja njerëzit si është keq përdorur nga njerëzit me pushtet. Njerëzit si Krishti alayhis salam apo Muhamedi apo Luti apo Mojsiu apo Sulejmani, Solomoni kanë qenë gjithmonë si tëm shpeni kanë qenë për herë njerëz të cilët në historiografinë e kohës të pakën janë quajtur si terroristë apo janë quajtur terroristë edhe janë sulmuar, janë luftuar dhe disa prej tyre janë edhe vrarë. Po, është rasti profetët që është i vrarë. I Krishtit, por edhe i profetëve të tjerë, sikur fjala bie profetë të tjerë që përmend Kurani, sikur Shuaibi, Idrisi, Jahiaj apo Gjon Pagëzori etj. Këta u vranë nga që këta profetë erdhën që të ndryshojnë shoqëritë ku ata jetonin, dhe nga që ata denoncuan idhujt e shoqërive ku jetonin, ata u vranë. Dhe të njëjtën gjë e kemi edhe në Greqinë e lashtë me Sokratin. Sokrati u vra nga që ai sfidoi ligësinë e shoqërisë antike greke dhe idhujt që grekët kishin prodhuar dhe ju faleshin atyre. Dhe nëse më ke parë për shembull edhe unë shpesh her pas here më sulmojnë shumë grupe të ndryshme sepse unë kam dëshirë që ti sulmoj idhujt e shoqërive. Shumë idhuj që njerëzit besojnë janë idhuj të rrem dhe unë për këtë arsye her pas here bëj shumë armiq dhe kjo tregon që jam duke bërë një punë të dobishme. Shikoja, puna jote e dobishme sipas teje, nga ana tjetër argumentohet sikur ti, le të flasim hapur vlla, sikur ti je pjesë e agjenturave të fundamentalizmit islamik. Le ta themi hapur. Kështu perceptohesh ti në Shqipëri. Po përmend Olsi Yazexhi, ke marr Olsi Yazexhiun te Tru Podcasti, çe do atë se ai është agjent, ai është kështu, ai është ashtu. Ti e di domosdoshmë se sa më ndikojnë mua këto lloj fjalësh, për aq kohë sa ti je këtu, unë du me të njoh vetë vlla, nuk të njoh nëpërmjet tjerëve. Ky është një lloj ndryshimi që çdo lloj njeriu është krijon historinë e vet me personin tjetër. Por faktikisht agjentët zakonisht janë njerëz që rrinë në hije dhe nuk dalin në publik, që unë mund të quhem një influencer apo influencues, ky është fakt. Dhe arsyeja pse mua më urrejnë shumë në Shqipëri është se unë kam një histori të gjatë lufte me regjimet e ndryshme shqiptare. Domethënë, ndoshta kjo vjen që nga koha kur isha i ri, kur rrëzuam komunizmin, edhe bustin e Enver Hoxhës. Dhe më pas në vitin 2003, kur shumica e shqiptarëve nuk e kuptonin politikën ndërkombëtare,
Kam qenë nga të parët që u shpalla armik nga ambasada amerikane në Tiranë, nga që refuzoja sulmin amerikan kundër Irakut edhe Saddam Huseinit. Biles atëhere pati edhe një grup sorosistësh nga Tirana, mund t'i përmend edhe me emra, njerëz si Diana Çuli, si Piro Misha, si Remzi Lani, që çonin raporte kundër meje në ambasadën amerikane, nga që donin mbjellnin edhe lek për veten e tyre, dhe fondet, ata janë palluar me lek. Dhe mua më bënin si kreun e fundamentalizmit islamik në Shqipëri, edhe kuptohet që fal atyre që un kam thënë në vite, denoncimin e imperializmit amerikan, e zionizmit izraelit, un jam një nga njerëzit më të përndjekur në Shqipëri. Emrin tim mund ta gjesh fjala-bie edhe në WikiLeaks, ku ambasada amerikane shqetësohet me mua në vitin 2005 kur unë themeloj forumin mysliman të Shqipërisë, nga që amerikanët donin që ta kontrollonin Shqipërinë dhe në veçanti ta mbanin nën kontroll edhe islamin shqiptar, gjë që unë jam munduar sa kam patur mundësi që ti denoncoj dhe ti diskreditoj. Dhe ndryshe fjala-bie nga Lalieri, se unë jam kthyer nga studimet e mia nga Malajzia në Shqipërinë 2003, kjo ka qenë pak a shumë kur edhe evangelizmi ndërkombëtar solli Lalieri në Shqipëri. Por ndërsa Lalieri u financua me miliona dollar nga fondacioni Soros, nga ambasada amerikane dhe holandeze, dhe Lalieri ashtu sikur Edi Rama ishin që të dy agent të sorosizmit ndërkombëtar, dhe sorosizmi i solli në pushtet, i bëri G99-ën, i bëri mjaftin, i rrëmbyen shqiptarëve Partinë Socialiste, u rrëmbyen shtetin e tjerë. Këta persona që janë agent të dokumentuar dhe të paguar nga imperializmi amerikan dhe zionizmi izraelit, nuk i quan njëri agent, por i quan si kokat e kombit, edhe pse karma dhe dënimi i Allahut në këto momente që ne po flasim, Lalierin dhe shokët e tij ka çuar në përburgje, ndërsa mua është viti 2026, ka 23 vite që i kam nga mbrapa amerikanët shikun antiterrorin e tjerë. Deri tani nuk më ka futur asnjëri dot në burg, nga që nuk kanë çfarë të bëjnë, sepse nuk të fut njëri në burg për lirinë e fjalës, dhe kur ti kundërshton imperializmin dhe zionizmin. Por kuptohet që unë jam një njeri shumë i urryer dhe ka shumë spion të shikut, të antiterrorit, njerëz që janë hajdutër, njerëz që kanë përfunduar në përburgje, trafikant droge e tjerë, që mua në Shqipëri më kanë kthyer në delen e zezë, nga që unë jam personi që jam me damk në ball, që jam anti-amerikan, anti-zionist, edhe për këtë gjë jam krenar. Ti thua që je krenar, që je anti-amerikan dhe anti-zionist. Do më thënë, ti e ke parim këtë çështjen anti kundër çdo lloj imperializmi, apo specifikisht për anti këtyre dy imperializmeve? Jo vetëm kundër këtyre, për personat që më njohin mua, unë jam edhe kundër social imperializmit kinez. Në vitin 2019 unë kam shkuar në Xinjiang, shkova me projekt kërkimor për të kuptuar se çfarë bënte Kina me ujgurët, dhe jam personi vetëm që ka arritur të hynë në për kampet e përqendrimit kineze. Dhe kam botuar dokumentare dhe video me ato që gjeta në Kinë. Dhe kur erdha nga Xinjiangi, ambasada amerikane e cila më urrente, më shpalli hero. Videot e mia janë cituar nga Departamenti i Shtetit në Amerikë, kanë kërkuar që të më ftojnë që të shkoj në Departamentin e Shtetit dhe t'jap dëshmitet e mia, që kam refuzuar, por jam ftuar në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e të drejtave të njeriut të OKB-s, ku kam dhënë dëshminë time për atë që bën Kina me ujgurët. Pra nuk jam vetëm kundër imperializmit amerikan dhe izraelit, por jam kundër çfarëdo lloj imperializmi i cili shtyp popujt e vegjël
dhe në veçanti targeton muslimanët. Nga që unë jam një musliman dhe unë i dua muslimanët pa dallim racor apo kombëtar, dhe kudo që të drejtat e muslimanëve shtypen, unë i mbroj ato. Dhe kjo, sigur kuptohet, më bën edhe shumë armiq. Por, në vitin 2019, pasi u bëra armiku i Kinës, Amerikanët më ftonin në ambasadën e tyre në Tiranë, që unë kam refuzuar që të shkoj, e që unë urrej atë ambasadë, ka që ajo ambasadë ka shkatruar Shqipërinë me këto 30 vitet e fundit, por videot e mia, intervistat e mia janë nxjerrë nga BBC-a, CNN-i, bile se kaq myftari përpara se të vdiste thoshte ky është shqiptari për të cilin ka shkruar më shumë CNN-in historinë e tij, nga që më intervistoi CNN-i dhe gjitha mediat e tjera ndërkombëtare, të cilat u krenuan, domethënë, edhe qeveria kanadeze, unë jam edhe kanadez gjithashtu, u krenuan me gjetjet e mia që bëra për të dokumentuar gjenocidin kines në Xinjiang. Domethënë, për aq kohë sa ti je armik i armikut të tyre, të trajtojnë si aleat. Në momentin e parë në momentin e parë që ti del kundër në mendime, je agent i agenturave fundamentalisto islamike, le ta quajmë. Shikoj, kam një pyetje. Biles në vitin 2003, vllahu Pirro Misha, që Edi Rama më në fund e hoqi nga biblioteka kombëtare dje, mua më bënte krerët e vehabizmit në Shqipëri, por nga viti 2017 që unë merrem me mujahidinët iranian, me ata 3000 terroristët që Edi Rama strehon në Manës, dhe faktikisht ua kanë nxirr jetën mujahidinëve, ata më kanë shpallur agent iranian, nga që unë kam për shkrime, intervista, analiza, kam dhënë intervista për media që nga BBC-a, të The Guardian, The Independent, Al Jazeera, Press TV, edhe media maleziane, turke, etj, ku i kam treguar botës se si regjimi Edi Ramës e ka kthyer Shqipërinë në një vend sponsorizuar të terrorizmit ndërkombëtar, dhe ku Shqipëria është kthyer në një bastion të zionizmit në luftën kundër islamit. Në vitin 2022 unë i shkrova edhe një letër së bashku me mikun tim Gjergj Thanasin, Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Edi Ramës, Ilir Metës në ato kohë, Parlamentit Shqiptar, ku i ofruam ekspertizën tonë për t'i treguar parlamentit se çfarë po bëhej nga baza e Manzës. Nga baza e mujahidinëve të Manzës po bëheshin sulme kibernetike, po paguheshin njerëz që të shkonin dhe të vrisnin njerëz në Iran, po përgatiteshin kamikaz dhe terroristë që të vrisnin njerëz në xhamira. Dhe atëherë, domethënë, unë isha i gatshëm dhe të gjitha organet e sigurisë e kanë letrën time, ku unë me gjithë Gjergj Thanasin i vum alarmin shtetit shqiptar që kishte hyrë në një luftë për të cilën shqiptarët nuk e dinin. Dhe në atë kohë i kërkova regjimit të Edi Ramës, por edhe Ilir Metës, i kërkova që të dalin publikisht dhe t'i tregojnë shqiptarëve, a është Shqipëria në luftë me Republikën Islamike të Iranit apo jo? Pasi çova këtë letër, një vit më mbrapa do kemi Spakun që do sulmoj kampin e Manzës, do t'i marri mujahidinëve kompjuterat edhe serverat që ata përdornin, por Edi Rama nuk më ka falendëruar asnjëherë për këtë shërbim që i kanë bërë kombit dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë, duke denoncuar terrorizmin që po bëhej brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, që vinte në rrezik sigurinë e qytetarëve shqiptar. Me presidentin Ilir Meta, që kam biseduar në vitin 2024, pasi nuk ishte më president, edhe i kam thënë, ore, atë letrën që të kam thënë në 2022, pse nuk mu përgjigje asnjëherë. Ilir Meta e anashkaloi, se sikur edhe ju e dini, këta politikanët tanë që kemi në Shqipëri, njerëz që nga Meta, Berisha, Rama, janë shumë vocërak, janë shumë provincial, janë frikacak,
për shembull këshilltari i Ramës Endri Fuga ka kërcënuar sa gazetar që guxonin dhe pyesnin Ramën për aktivitetin mujahidin në Shqipëri. Nga që domethënë ky është regjimi që ka ndërtuar Rama, është një regjim me polici sekrete, një regjim ushtarak, policor, një regjim banditesk dhe gazetarët dhe intelektualet si puna ime që dalin dhe e sfidojnë regjimin, i quajnë agent, i quajnë terrorist, i quajnë fundamentalist dhe lloj-lloj sharjesh të tjera. Dhe pjesë e kësaj është edhe ajo vrasja në karakter që më kanë bërë spionazhet e ndryshme që operojnë në Shqipëri. Në vitin 2020, policia e Gledis Nanos mua më hapi edhe një proces penal, nga që unë boja video atëre kundër koronavirusit, edhe më hapën proces penal nga që donin të më fusnin në burg, edhe në qoftë se do shikosh dosjen time, kemi të gjithë hierarkinë e shtetit shqiptar, që nga Helidon Bendo, që ishte kryetar i Shikut, te Gledis Nano, kryetari i antiterrorit, që të gjithë bënin shkresa për të më vënë mua në përgjim dhe për të më përndjekur, por më fal për shprehjen, deri tani më kanë ngrënë atë që nuk thuhet, dhe ata të gjithë kanë përfunduar në koshin e plerave. Gledis Nano ka përfunduar rrugëve si Langaraq, Helidon Bendo ka përfunduar rrugëve si Langaraq, Elizabeta Ymeraj është hedhur në rrugë dhe nuk është më prokurore, dhe të gjithë ata persona që kanë dashur që të më burgosin, që më kanë përndjekur dhe përgjuar, për fajin tim të vetëm, që jam anti-amerikan, anti-imperialist, anti-zionist dhe denoncoj terrorizmin shtetëror që bën Shqipëria për hesap të Izraelit, të gjithë ata kanë shkuar për lesh. Ndërsa unë jam alive and kicking, sikur i thuhet në anglisht. Vi në mes të Tiranës, i shaj gjithë para mrapa edhe vazhdoj jetën time. Po Edi Rama më ka bërë këtë që më hoqi nga puna në vitin 2020, më hoqi nga Universiteti i Durrësit ku jepja mësim, nga që unë nuk jam dashnor, nuk jam dashnor i Vlora Hysenait, sikur mund të ketë qenë Ergys Agasi dhe këta hajdutrit e tjerë, nuk isha dashnor i ndonjë deputeteje, nuk isha evangelist protestant sikur Toni Gogu dhe Lali Eri dhe të tjerë, dhe nga që nuk isha lidhjet e duhura dhe isha politikisht jo korrekt, edhe pse unë kam më shumë shkollim se sa të gjithë rektorët e Shqipërisë, përfundova që jap mësim në Malajzi, por kjo është sakrifica jetës. Njerëzit e mëdhej duhet të jenë të gatshëm që të sakrifikojnë. Pse e quan sakrificë jetë vajtën tënde në Malezi? Nuk të pëlqen jeta atje, qa? Është e vështirë për shtatja? Jo, jeta më pëlqen këtu. Jam, domethënë, me kolegët e mi në Shqipëri jam shumë herë më mirë, po Shqipëria është vendi im, është adeu im, unë e dua Shqipërinë, unë nuk e dua që Shqipëria të shkatrohet. Dhe nuk është gjë e mirë kur ke një regjim quisling, sikur është regjimi i Edi Ramës, i cili më ka bërë mua, ashtu sikur ka bërë edhe 1 milion shqiptarë që nga koha që i ka ardhur në pushtet, që të largohen nga adeu, se domethënë Edi Rama fiton me këtë rast. Ai, domethënë, unë jam e fat që jam profesor, por ka shumë të tjerë, kolegë të mi, miq të mi që në vend që të ishin lektore, profesor e inxhinier në vendin e tyre, pastrojnë halete gjermanëve, kanadezëve, amerikanëve dhe kanë ikur surgjyn. Dhe ky është një krim kundër popullit shqiptar që organizon regjimi i Edi Ramës. Shikoj, a nuk mendon se neve e meritojmë, pra kemi 116 vite shtet, dhe neve këtë kemi, më thënë, kemi korrur çfarë kemi mbjell. Pra, nga 45-a në 63-shin, bënim seks të shfrenuar me Bashkimin Sovjetik. Nga 63-shin në 76-ën, kaluam të vllaja jon kinez dhe të miq tan kosovar. Mbahet më në parulla. Vlezri tan kinez dhe miq tan kosovar. Nga 76-a deri në 91-shin kaluam në vet masturbim. Nga 91-shin ndruam dashnore, na erdhi perandoria e kohës.
jemi ne dashnore, jam fal, ata janë përdunatorët, sepse në fund ditës as rusi, as kinezi, as amerikani nuk ka pse të na dojnë neve, po nuk deshëm ne vetën. Ata respektojnë integritetin ton nëse neve kemi kohezion social. Kohezion sociale nuk kemi. Sepse ne jemi të ndarë në veri jug, jemi të ndarë në musliman dhe katolik. Pra, shaj muslimanët se shikojmë një idiot që ja kput detonatorit edhe thot Allahu Ekber, një trushplar, edhe e fusim të gjithë muslimanizmin në ato lloj llogore. Si shmerremi me të krishterët nga Toni Gogo apo XY pastor mashtrus që qarkullon këtu në Shqipëri. Dhe në fund ditës, Olsi, nuk e se po marrin në një gjë që nuk e meritojmë. Sot, nuk e di e janë dieniti apo jo, po është hapur banka me kapital hebre në Shqipëri. Për herë të parë. Për neve që kemi lexuar histori dhe që jemi intelektual, jo se kemi mbaruar shkollën, ne e dim se çfarë ka bërë zionizmi ekonomik në përgjithë vendet e perëndimit. Tani është radha jon. Krizat më të mëdha të botës, depresioni i madh, revolucionet, nuk është se ndodhen nga hiçi. Por mos thënë që Lenini është takuar me Trotskin në Paris në 1918 i financuar nga borgjezia franceze me origjinë hebree. Dhe ky është fakt. Këtë është e zezbit bardh. Tani po vjen financimi këtu, jo më larg se para 3 javësh, bashkë me avokatin i nxjerr një video të Ramës në zyrën e vet me Hanukan. Unë e di që Rama, që është pjesë e lobeve, llozhave të ndryshme, ai flet me gjuhën e simbolikës, pra ajo Hanukaja nuk mund të ishte rastisht aty. Më kupton shpenin? Pse po ndodh paketa maleve? Pse po ndodh shpopullimi? Që kolonizatorët të vinë në tokë djerë, të mos ketë përplasje etnike. Toka është bosh, hajde merre për 5 aspra dhe bëj tokën tënde. Këtë nuk e kupton njeri vlla. Kur isha në Shqipëri, po flisja me disa persona që po merren me sjelljen e çifutëve në Shqipëri. Edhe po i pyesja, ore pse po vinë këta çifutët në Shqipëri, thoja. Se po vinë shumë, po e lin Izraelin edhe po blejnë prona. Edhe përgjigjja ishte se pas gjenocidit që ata bën në Gaza, tani më i gjithë njerëzimi u rën dhe nuk i do. Dhe i vetmi vend që ata po e gjejnë të hapur është Shqipëria. Duhet kujtojmë këtu për ata që na shohin që në vitin 2024 ky maskaraj ky kuislingu që zionizmi ndërkombëtar ka instaluar si kryeministër të Shqipërisë, shkoi në OKB dhe bëri thirrje hapur publike për kolonizimin e Shqipërisë nga çifutët. Ai shkoi në OKB dhe tha i bëjmë thirrje izraelitëve që të vinë dhe ta kthejnë Shqipërinë në deun e tyre. Ata palestinezët e shkret kanë derdhur dhe derdhin gjithë ato gjak që të mbrojnë tokat e tyre. Arabët kanë derdhur dhe derdhin gjithë ato gjak që të ruajnë pavarësinë e tyre. Rusët bëjnë gjithë ato luftë në Ukrainë që të ruajnë territoret e tyre nga zionistët sikur Zelenski. Ndërsa në Shqipëri, personi që drejton Republikën e Shqipërisë është një tradhtar i hapur dhe publik, i cili në vitin 2024 bëri 2 tradhtira që po ti kisha bërë unë, apo ti kisha bërë ti shpend, ne na kishin varur te sheshi Skënderbej. E para shpalli ndarjen e Shqipërisë, që do krijonte shtetin Bektashian. Po. Dhe shteti Bektashian do krijohej nga që ja kërkoi Izraeli se donin që të bënin precedentin ligjor për ndarjen e Sirisë, se Izraeli do të bëjë një shtet për Duruzët, që ata kanë pak a shumë besimin që Druzët kanë Bektashit. Janë shumë të lashtë. Dhe janë alevit, domethënë, pak a shumë sikur Bektashit, dhe ishte Izraeli që i kërkovi këtij gomarit që të shpallte krijimin e shtetit Bektashian, që Izraeli më pas ta përdorte si precedent në OKB për të thënë që shife se këtë gjë ka bërë edhe Shqipëria, pse mos ta bëjmë edhe neve në Siri. E dyta, ky e përdori këtë ish punëtorin e sigurimit të shtetit, Baba Mondin,
që e detyroi edhe atë që të bëjë tradhti kombëtare, që të kërkojë ndarjen e Shqipërisë, edhe krijimin e shtetit Bektashian. Edhe në anën tjetër ai bëri thirrje të hapur për kolonizim. Dhe të gjitha langaraq që janë nëpër Tiranë, në Kosovë, në Prishtinë, ku janë që më shajnë mua, si islamike, si agent islamikëve etj. Kur i doli ky llacifaci, ky vllahu i shqiptarizuar Edi Rama, dhe shpalli botërisht që po e hap Shqipërinë ndaj kolonizimit, nuk pati asnjë bir none apo bir kurve që të çohej edhe ti thoshte ore çfarë duke boti. Ku e gjetet ti këtë Shqipërinë? Po duhet ta kuptojnë, duhet ta kuptojnë vlla. Po nuk e kuptuan, s'ke se ta kundërshtosh. Po janë këta që më shajnë mu, janë këta që shajnë islamin, janë këta që shajnë muslimanët, janë këta që na urrejnë neve që tu është krijuar një gjë vlla. Tu është krijuar një gjë nga historiografia jon, që shumica e profesorëve të historisë janë debila me diplomë, këta të historisë konvencionale, me e lidhin perandorinë turke, perandorinë osmane, e lidhin me Turqinë e sotme dhe islamin e lidhin me perandorinë osmane, që vetëm po të lexosh pak për perandorinë osmane, ajo ishte konglomerat fesh, edhe pse feja e kalifit ishte muslimanizmi. Dhe mua e di pse më urrin shumë nga këta zagar edhe komuniste e ignorant, edhe më quajnë edhe armik të kombit, nga që unë kam thënë që ishte perandoria osmane, e cila i ndihmoi shqiptarët kundër slavëve dhe grekëve. Se në kohën e perandorisë osmane, shqiptarët sundonin nga Selaniku deri në Nish. Ik deri sot e kësaj dite, shko në Hungari, shko në Buda, do gjesh Teqen e Gulbabait, shko në Peç të Hungarisë, do gjesh xhamin e Gjakovali Hasan Pashës, sepse ishin shqiptarët ata që u bën shtylla kryesore e sundimit turk në Ballkan. Dhe ishin shqiptarët dhe ishin fal perandorisë osmane që ne shqiptarët zotëronim 4 vilajeta. Por këta maskari më urrejnë mua, sepse unë u them që, shive, ne kur kishim perandorinë osmane, nga 80 kryeministra që ka patur perandoria, 35 kanë qenë shqiptarë. Ishim ne tronim Stambollin. Dhe kjo i tërbon këta islamofobë, që më quajnë mua agenti i Turkut, i Arabi Saudite, i Iranit, i vllazërisë muslimane, armiku i kombit, na mbron neve turqit, na thotë që ne jemi nga Anadolli, e çana thotë ky? Mua më sulmojnë, ndërsa Edi Rama, që ka dalë hapur ai është i sinqert, iku shkoi në OKB, është dokument zyrtar ai, e ke në arkivin e OKB-s, tha i bëj thirrje izraelitëve që të vinë edhe të vendosen si kolon në Shqipëri. Këtë që bëri Edi Rama e ka bërë Teodor Herzi dhe Kongresi Botëror i Zionizmit, duke shpenzuar me triliona dollar. Amerika deri sot e kësaj dite ka shpenzuar dhe shpenzon triliona dollar duke bërë luftra në lindjen e mesme. Luftra që nga lufta kundër Irakut, Siris, Somalis, Sudanit, Libis dhe tani e fundit kundër Iranit, dhe e financon vit për vit vetëm buxheti që jep, që është fiks ndaj Izraelit, është 4 miliard dollar, dhe me gjenocidin e fundit që bëri në Gaza, amerikanët i dhanë 27 miliard dollar. Dhe që kur është krijuar Izraeli, ka dhënë Izrael 400 miliard dollar që t'ua marri tokat palestinezëve, kurse del ky dhe i thot izraelitëve hajdeni këtu, merreni vendin ton, dhe gjithta langaraq që nuk bien dakord me mua për punën e historisë, mos biesh dakord është e drejta jote. Ti mund të kesh mendim tjetër, ti mund të thush që osmanët ishin të këqij, unë them ishin të mirë, ti ke mendimin tënd, unë kam timin. Por kur i del ky halabak dhe i bën thirrje një shtetit huaj që të vi edhe ta pushtoj vendin e tyre, unë të mërrohem, them, ure çka ka ndodhur? Ky i dha ishullin e Sazanit, është bërë luftë në 1920-ën, o Shpend Gashi, është bërë lufta e Vlorës me Selam Husain. U mblodhën gjithë burrat e Vlorës, është një libër nga Ago Agaj me titull Lufta e Vlorës. E thot kur donin na merrnin Sazanin italianët, u mblodhën, thot, u betuan mbi Kur'an, e thanë do vdesim ose do t'i heqim italianët. Janë vrarë gjithë ato burra, është bërë lufta aty në Vlorë. Kurse tani ky vjen, kishte Ivanka Trumpin, atë prostitutën, gocën e Trumpit e kishte dje në Tiranë,
që ja ka marrë ky lobi çifut, ja kanë edhe konvertu në çifute ky hajduti polak Jared Kushner, edhe ky i merr ata aty, jep dreka darka edhe i thot atij, na thot po ta falun ishullin e Sazanit, vetëm thuj Trumpit që ti thot spagut mos më vuzi mua në burg, se unë jam hajdut e kam vjedh shumë lek, edhe kam hasë do hym burg. Domethënë, ai bën pazare me kombin, ai fal Sazanin, ai thot çifutëve hajdeni këtu, merreni venin. Edhe këta maskarej që më shajnë mua, nuk flasin gjysmë llafi. Dhe ajo që përmendet ti për hapjen e kësaj bankës digjitale që po e hap ky izraeliti, që këta e shesin si shtetas britanik, ky është merr më i madh që po i bëhet shqiptarëve. E di çfarë do bëj kjo banka digjitale? Edhe Rama tha që në 2026 tha deri në 2027 do t'ua marrim lekët shqiptarëve. Do t'ua bëjmë gjithë paran digjitale. Me paran digjitale, shpend gashi, do të thotë që si ti si unë nuk jemi më njerëz, po jemi skllëvur. Edi Rama vetëm me një shtypje butoni na bllokon neve llogaritë bankare dhe ne vdesim për bukë. Në vitin 2020, nëse nuk jam gabim, kur ndodhi ajo protesta e kamionistëve kundër Covidit në Kanada, çfarë bëri qeveria e Trudeau's, se domethënë ai do ta bëjë Shqipërinë, Amerikën dhe Kanada. Se andej është kështu. U bllokoi llogaritë bankare, u bllokoi kartat bankare, dhe ata trackersat, ata kamionistët që kishin ardhur që nga Alberta, Manitoba dhe Saskatchavani, nuk kishin bukë të hanin. Sepse Rama do të krijojë këtë shtetin digital ku të gjithë neve kontroll absolut, një, e dyta që ne mos kemi më cash. Për shembull, nëse ti ke, se Rama ka sjell ligje, ne po patëm më shumë se 10 milion lek na fut në burgej, na shpall terrorist në murën e shtëpisë për të pa deklaruara. Po jo më edhe të deklaruara duhet t'i tregosh origjinën atij, janë shumë gjëra tjera. Edhe po ti deklarosh me ligj nuk lejohen që ti mbash më shumë se 10 milion lek në shtëpi, vetëm po të kesh një aktivitet tregtar e ti thua që do iki do blej pula dhe do blej misra nesër në filan vend. Por çfarë ka bërë Rama? Dhe këto Rama nuk i bën vetë, se Rama është idiot, por i bën nga këshilltarët zionist. I ka shpallur lek të gjithë shqiptarëve. Është bërë, për shembull, ti nuk e di, besoj shqiptarët ata që ndjekin lajmet, policia e kufirit në Shqipëri është kthyer si ata xhepistët të burrë autobusave Tiranë Kombinat në vitet 90 që i vjedhin njerëzve xhepat. Ti nuk guxon që të hysh në Rinas, se do të kontrollojnë xhep ato, por do thonë sa lek ke me vete. Edhe unë për ditë lexoj në lajme, u arrestu filoni, ju konfisku, ju hap proces filonit, se i kapëm që kishte me vete 10.100 euro. Ti po të kesh 10.100 euro, këta të shpallin terroristët. Dhe çka kanë bërë këta tani? Me këtë bankën digjitale, se këto reforma i bëri Rama që kur erdhi në pushtet në 2014. Se zionistët që e sollën në pushtet atëherë i thanë që ti do i kontrollosh lekët shqiptarëve. Por shikuesit tanë, nëse mbajnë mend, deri në 2014, që ishte Berisha në pushtet, që ishte tolerant përgjithësi, ekzistonte tregu i dollarit. Domethënë dini njerëzit kambistët thynin lek, njerëzit kishin lek, Shqipëria ishte vend i lirë. Nuk ishte vend i lirë sikur është Irani, që nuk ka fare kontroll pasurie, por ishte në përgjithësi vend i lirë. Njerëzit mund bënin lek si mund t'i bënin ata. Dhe ne duhet ta pranojmë një gjë që populli shqiptar me rënien e komunizmit, kur amerikanët na shkatruan uzinat, fabrikat, kombinatet, që ti mendon se amerikanët i shkatruan vëlla? Po, ata ishin projekt, domethënë Sali Berisha me Gramos Pashkon ishin agjentët e CIA-s. Nuk e di sa çfarë moshe je, po un kam qenë. Un jam 32. I ri atëre iri. Un kam marr pjesë në rrozimin e bustit edhe dëgjoja fjalimet e këtij Gramos Pashkot që ju harrot varri ku ka vdek, që i thoshte shqiptarëve vorsulun, i thoshte shkatrojini uzinat, fabrikat, kombinatet, serat, se do na japin neve amerikanët çekun e bardhë, thoshte, edhe dilne me gjithë ambasadorin amerikan që i thoshte këto gjëra. Edhe kështu u shkatruan fabrikat, u shkatruar kombinati tekstileve Stalin, i Beratit, uzina e Mistomames. Domethënë Shqipëria deri në vitin 90, si pasojë e ideologjisë komuniste e tjerë ishte vend që jetonte me forcat e veta. Ne në Shqipëri kishim sera, domethënë bujësia ishte shumë e zhvilluar, kishim fabrika të cilat donin modernizim, por infrastruktura ishte aty. Dhe amerikanët çfarë bën? I përdorën këta politikanë atëherë,
Unë njoh shumë politikanë socialistë sot që janë milionerë, janë bërë miliarderë, janë bërë me pallate, me kulla, që janë me origjinë nga Rrotë e Somës, janë nga Skrapari, janë nga Kolonja, sepse u bë privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore, ku këta morën pronat që kishte ndërtuar socializmin në Shqipëri, i shkatruan. Janë shitur presa, janë shitur makineri, kanë shitur për nga $1.000 punëtorët e fabrikave, që ato presa sot bëjnë me qindra mijëra dollar. Domethënë, Shqipëria kishte një bazë industriale, e cila në qoftë se do kishte financim, Shqipëria sot do të ishte një fuqi rajonale, sikur Serbia. Unë kam vizituar Kinën, kam vizituar fabrikat e saj në Xinjiang, edhe du të them që shumë nga fabrikat kineze janë fiks sikur fabrikat që kemi patur në kohën e komunizmit. Vetëm që kinezët i kanë modernizuar, kanë marrë makineri të reja etj. Dhe sot Kina është bërë një super fuqi botërore. Por çfarë i bën shqiptarëve, amerikanët? U shkatruan bazën e tyre ekonomike, dhe ajo ishte faza e parë, që quhej koha e tranzicionit, që duhet shkatronin çfarë do lloj pasurie kishin. U avodhën edhe ato burime natyrore. Për shembull, ne gjithë e dim skandalin e Bankers Petroleum, kemi që nga viti 2004 deri sot, këta zionistët kanadezo-amerikanë që kontrollojnë naftën e Patozit dhe Marinzës, që sigur tregonte edhe një studim që kishte bërë MCN-TV-ja, deri tani kanë fituar $2 miliard nga nafta jonë, shqiptarëve nuk japin as i lek. I kanë marrë burimet e kromit, i kanë marrë minierat, i kanë marrë të gjitha pasuritë, dhe pasi ja morën këto, kur këta zionistët sorosist sollën Lalierin dhe Edi Ramën pushtet, Rama filloi në mënyrë programatike të godasi lekun e shqiptarëve. Tani, këta shqiptarë të cilët në kohën e komunizmit ishin minator, ishin bujq, ishin ushtarak. Kur ra komunizmi, ne shkuam gjithë në perëndim, shkuam në Greqinë, Italinë, Gjermaninë, Kanada, dhe shumë para që shqiptarët i bën, nuk i bën duke punuar dhe marrë rrogë. Sepse të gjithë e dinë që me rrogë ti nuk bën dot pasuri, sikur ka thënë edhe Montesquieu, po e pe di këtë pasur, duhet pyesësh veten se si i ka bërë lekët ky. Donald Trumpi për shembull është hajdut, është grabitçar bankash, është njëri që është dënuar gjithë ato herë, është hajdut, është scammer. Por nuk e fut njëri në burg Donald Trumpin, edhe nuk e konfiskon njëri parat, nga që ai është në Amerikë. Kurse Ramon është lloj tjetër kapitalizmi Amerika Olsi. Domethënë, unë di një kuriozitet, nuk e di apo jo, po ligji i taksimit në Amerikë ka përmban 78.000 faqe. E kam thënë shumë shpesh këtu. Ndër të cilat 38 faqe të tregojnë se si taksohesh dhe pjesa mbetur se si ti shpëtosh taksimit. Më kupton, këta i shtojnë taksave, këta luajnë brenda sistemet. Dgjoj, un kam jetuar në Kanada, se un jam kanadez. Un di për shumë shqiptarë që merreshin me lloj gjonash, që i vinte edhe kapeshin me ku dëgjon, me drogë, me kështu, nuk ja konfiskonte njëri pasuritë, sikur ti konfiskon në Shqipëri. Domethënë, ti aty mund bësh lek me pisliqe, me drogra, me kontrabanda, po nuk të kapën, ti i ke ato lek. Edhe sistemi të mbron, për sa kohë që ti investon. Kurse Ramën, këta zionistët kur e sollën në pushtet, e sollën sepse ata ishin të shqetësuar, nga që shqiptarët janë popull në përgjithësi agresiv dhe grabitçar dhe luftarak. Dhe shqiptarët bën lek shumë, shkuan perëndim, disa u morën me drogë, disa u morën me lloj punë, se dëgjoj, lekët në perëndim nuk janë bërë vetëm me drogë, janë bërë edhe me gjëra tjera. Po, janë edhe me biznese me gjëra. Me biznese që ti nuk e deklaruar taksat, dhe kjo është diçka normale. Por këta tani zionistët perëndimor, nga që u shqetësuan se Shqipëria po pasuroi, po kishte një boom të madh ekonomik, kishte shumë lek në Shqipëri në 2014-ën, dhe arsye pse nga 2014 deri tani në 2026-ën Shqipërisë i kanë hikur 1 milion njerëz, nga që Rama u vuri lakun fyt. Un kam shumë shok të mi që i kam në Kanada, në Gjermani, që kanë patur biznese në Shqipëri në 2014-15-ën. E më thonë, Olso sa herë dhe ky na shkatroi bizneset. Se ti e ke parë se çfarë i bën ky bizneseve, u merr shpirtin, i çon këta taksidarët, edhe domethënë i vë gjobave bizneseve, i mbyll njerëzve bizneset. Më thoshte njëri kur isha në Tiranë para pak javësh, më thoshte që më vun gjob se nuk kam trajnuar unë sekretaren time se të luftoj miun. E kupton ti se çfarë bën ky?
Dhe do më thënë, ky do më thënë ka nisur një luftë programatike kundër shqiptarëve. Fillimisht në 2014 hoqi dollarin dhe i detyroi të gjithë change-at që të raportojnë të Banka e Shqipërisë. Ua mori biznesmenëve lekun cash që ata kishin në përduar dhe bënin tradhti, i detyroi që t'i fusin në për banka. Dhe tani ky është hapi final i grabitjes së shqiptarëve, se ky me këtë hapjen e kësaj bankës zioniste, banka digjitale që ky po i quan, që e ka hapur me një çifut me një muzhik nga Bashkimi Sovjetik që ka pasaport britanike, është që të gjithë shqiptarëve do t'u merren lekët, do futen te kjo banka digjitale, edhe Edi Rama do t'i japi vetëm një Mastercard dhe do t'i thotë këtu i ke lekët. Dhe do t'i japi edhe një you will own nothing and you will be happy. Bravo. Dhe po më e forta e dikush është rreziku më i madh, se shumica e shqiptarëve nuk e kuptojnë këtë. Në rast të një blackouti, në rast të një lufte, për shembull në prill të vitit 2024, Izraeli planifikoi dhe dërgoi faktikisht edhe avion për të bombarduar Iranin me bombë elektromagnetike, sepse nga që e kishte frikë kundër përgjigjen iraniane, Netanyahu dërgoi avion, por amerikanët e kërcënuan se do ta rrëzonin avionin dhe u kthyen avionin. Bomba elektromagnetike çfarë bën është që të shkatron të gjithë rrjetin energjetik. Dhe kur shkatërrohet rrjeti energjetik nuk funksionon më asgjë. Tani për shemb unë e ti që flasim këtu, ne flasim fal energjisë. Pa energji elektrike ne nuk kemi internet, nuk kemi telefon, nuk kemi asgjë. Dhe në rastin e një lufte botërore, për shembull të hedhi Putini një bombë elektromagnetike apo të hedhi Netanyahu të çmenet të godasi Evropën, të gjithë ata që kanë lekët te këto banka digjitale, këta duhen pa lek, sepse do digjen serverat. Ti për shembull ke po them $1 milion, do t'i futesh te kjo bankë e çifutëve e para lekët do merren do çohen në Izrael. Ti s'do i kesh më ato lek. Ty do t'japin vetëm një kartë, do thonë i ke numra këtu, shkon dyqan edhe ble me kartë edhe kënaqu. Do të shkosh ti me pushime në Ibiza, përdor kartën edhe hik aty. Por e dyta, në qofse dhe ne jemi shumë afër luftës botërore, dhe lufta e tretë botërore po nisi do të jetë luftë nukleare, luftë elektromagnetike etj. Do shkatërrohet gjithë sistemi bankar. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë për shembull unë që kam po zëm $100,000, Rama do më shpalli terrorizmu apo i mbajta këto lekët cash, do më detyroj që t'i fut te banka e çifutit. Çifuti do t'i marrë këto lekë, do t'i çojë në Izrael edhe ne nuk kemi për t'i parë më. Po në rast të nisjes së një lufte botërore, apo për shembull sigur unë edhe ti që kritikojmë zionistët, Rama do japi një urdhër bllokojeni këtyre llogaritë bankare dhe këto $100,000 që ne kemi ti shohim në ëndër. Dërsa në qofse ne do t'i kishim këto lek cash, leku cash nuk ka erë, është cop letër. Do më thënë, kur ti e ke lekun cash, ti shkon dhe blen çfarë të duash, udhton ku të duash dhe vllai i madh zionist nuk të kontrollon. Kurse Rama sikur deklaroi që kur isha në Shqipëri dëgjoja që thoshte në vitin 2027 do ta bëjmë Shqipërinë cashless society. Nëse Rama nuk merret parasysh Olsi se Rama i ka lëshuar plumbat. Mashtron kështu. Po jo, ditën me diell. Nuk është Rama. Nuk është Rama. Janë zionistët. Se dëgjoj, Rama e hoqi lekun nga qarkullimi, e hoqi dollarin. Njerëzit janë me frikë tani në Shqipëri, nuk bën më njëri kështu shit blerje cash. Blerje me dollar jo, po nuk ta pranojnë, po. Është shumë e vështirë të pranojnë blerje me dollar. Vendimi më i fundit që ky nxori me VKM që ti nuk bën dot blerje më shumë se $5,000, €5,000. Domethënë, i bie ti do t'ikësh do blesh një makinë në Shijak, deri dje ti mund ta blej makinën €10,000, €20,000, tani harroje. Lekët do t'i futesh në bankë, do t'i kalojnë atij shitësit në bankë etj. Po kush është problemi më i madh i kësaj paras digjitale që po sjell ky? Me paran digjitale, këta do ndërtojnë atë që njihet si artificial intelligence. Dhe inteligjencën artificiale e kontrollon Izraeli. Nuk e di ne ke parë një video përpara një 3 muajsh, ku shkuan një grup me kongresmen amerikan në Izrael,
Dhe Netanyahu i tha atyre, tha, a keni tha telefona me vete, tha? Smartphone kemi, tha. Tha, tani që keni, tha, keni Izraelin me vete. Po, e kam parë. Dhe E kam parë. këta po ndërtojnë atë shoqërinë që në burimet islamike quhet Dejjalli, apo në burimet e krishterë njihet si antikrishti. Këta po ndërtojnë një diktaturë globale ku nëpërmjet kësaj paras digjitale, smartphone-it, inteligjencës artificiale, ata neve do të na kthejnë në robot. Dhe ne do jemi shumë të dobët, se fjala bie shpend. Po e zëm, un kam një dashnore, Filania, dhe nuk dua që ti tregoj kujt që është dashnore ime. E marr atë, hypin makinë, shkojnë po Gradec. Ikin në hotel, paguaj cash, shkoj haj dreka darga, nuk e di asnjëri se me kë jam unë. Por në momentin që këta do fusin paran digjitale, këta e din se ku kam qenë unë në ditën X, në cilin hotel, ku e kam paguar dhomën, me kë kam qenë, çfarë kam grënë, çdo gjë. Dhe ku e kem mbush benzinën. Dhe ku e kem mbushur benzinën. Dhe në këtë mënyrë sistemi do bëhet aq i fuqishëm kundër njerëzve, saqë ata në çdo moment do të na thyej. Si mund ta luftojmë këtë? Për shembull, një luftën e ka në dorë Ali Khamenei me Vladimir Putinin, me Xi Jinpingin. Unë bëj duan atë ditë që të nisi lufta e tretë botërore. Ti do që të plasi lufta e tretë botërore, që të mos keq kuptojsh vlla. Ti do që të plasi lufta e tretë botërore sepse vetëm një luftë masive mund ta shkatrojë këtë lloj nyje gordiane. Ky lloj sistemi duhet zhbër, edhe e vetmja mënyrë që mund të zhbëhet është me luftë atë. Po duhet një luftë botërore, domethënë ajo që regjimi që ndërtoi Hitleri, luftën e dytë botërore, ishte shumë i fuqishëm. Do duhet Bashkimi Sovjetik që ta thynte. Ose ne shqiptarët që vuajtëm në diktaturën e Bashkimit Sovjetik, e komunizmit, do duhet përplasja me Amerikën që të çonte në rënien e Bashkimit Sovjetik, dhe që ne shqiptarët e viteve 90 të jetonim në liri. Se dëgjoj, ne shqiptarët në vitet 90 me të vërtet pam rënimin e shtetit, por ne patëm edhe fatin që u rritëm në liri. Dhe po të shikosh shpend, se unë e shikoj shpesh kur vi në Shqipëri, shikoj këtë brezin e ri. Ky brezi i ri që po rritet në diktaturën e Edi Ramës, ku Edi Rama i kontrollon Facebook-un, i mbyll TikTok-un, i detyron njerëzit që të përdorin karta krediti etj. Nuk është trim dhe rebel si brezi ynë që u rritëm në vitet 90. Vitet 90 ne u rritëm me plumbat e kallashit në vesh. Ishim njerëz që nuk kishim frikë nga shteti. Unë për shembull jam nga kombinati, në kombinat u thye rajoni policisë, nuk ka ngelur OPG edhe polic pa u rrahur. Dhe policët u detyruan, higën, hodhën pushën dhe u larguan. Nuk janë si këta diktatorët që sot Rama ka instaluar në Shqipëri, ku Rama mua më arrestoi në vitin 2020, vetëm se bëra një peticion kundër torturës, se Rama po torturonte një hoxh Genci Ballën. Unë bëra peticion me mira firma, i thoja, ore, mos e vrit torturonte. Si po e torturonte? Po e kishte lënë pa bukë, e kishte fut në sistemin 41 bis dhe kishte lënë pa bukë burr, po vdiste ai burri. Se jepte mish derri aty, po ishte besimtar Hoxhalla, edhe ai shkreti nuk hante bukë dhe po vdiste, përfundoi në spital. Edhe në sistemin 41 bis e çoi kjo Etilta Gjonaj, që ishte ministre e drejtësisë atëherë, që ishte shoqja e këtij socialistit që vrau veten ai roja e tij, ky si e ka patur emrin, ky pionjeri i Enverit apo ky. Edhe ishte kjo me Toni Gogën që po e vdisnin atë burrën huaj, edhe unë bëra peticion, për peticionin më arrestoi Rama. Më solli Bashkimi Lamnicën me antiterrorin, më shpallën terrorist, po nuk më bën asgjë, se ligjërisht nuk isha bërë në thyrje ligji, edhe elhamdulillah nuk më dënuan. Po dua të them që te ky shteti digital që ky po ndërton, është një shtet shumë i frikshëm, dhe sot domethënë diktatura në Shqipëri është aq e madhe saqë Rama nuk po lë njëri pa burgos. Domethënë ti del proteston aty, del ky Tik Llapa, si e ka emrin ky, del edhe vëkarike para kryeministit. Ky çon policinë, fut njerëzit në rajone apo. Mu më hapi proces, ç'a bëra unë? Bëra i peticion. Edhe nuk bëra, se mua domethënë arrestimin tim edhe
nisjen e procesit ma bën me justifikimin se po bëja protestë të jashtëligjshme. Kuptohet kjo ishte thjesht një justifikim se donin që të vinin në përpërgjime e të më fusnin burg se nga që më urrejnë, nga që i shaj edhe i bëj edhe nga që nuk kanë çfarë të bëjnë edhe këta duan gjejnë ndonjë mënyrë se si të gricen. Po dua të them që diktatura që po instalohet sot është një diktaturë shumë e frikshme. Domethënë Rama nuk të lë të marrësh frym. Biles në një këtë emisionin që isha te ky Flavio Qorri te Syri TV-ja që edhe Flavio Qarri. Flavio Qarri. Qarri Qorri si e ka. Që i shkreti u trem me mua edhe më mbylli edhe lidhjen i thoja se Flavio domethënë është ku dëgjon janë këta beleshistët që e kanë frikë për Amerikën që bëhen më zionistë se sa Netanyahu. U prish punë televizioneve, Olsi, për me qenë sinqert vëlla sepse i shëmbin në përgjoba. Po më mori i shëm në përgjoba sepse shikoj, le të jemi të sinqert. Nuk po shaj njeriu, nuk po përdorë fjalë. Podcasti ky është krijuar si anti-establishment kundër mainstreamit mediatik. Dhe unë kur nuk privoj një person nga mendimet e veta, siç e ke parë, nuk kam ndërhyrë te ty as tek mendimi jot për Perandorinë Osmane, sepse unë kam parë fakte vëlla që Perandoria Osmane, se kur flasim për Perandorinë Osmane do ta shtrim në 500 vjet. Pas vdekjes së Skënderbeut, në trojet arbërore ka ndodhur dyndje për spastrim etnik. Ai që urrëtia ka pas porta e lartë për tradhtarin e vet. Sepse Skënderbeu quhej the Sultan San. Ishte vetëm sultani dhe zoti ishin me Skënderbeu në Perandorinë Osmane. Por nga ana tjetër nuk mund ta mohojmë dot që ka pasur një lloj integrimi të shqiptarëve, arnautëve në çdo lloj instancë të Perandorisë Osmane, sepse Perandoria Osmane ka qenë piramid pa bazë. Mund të hyje, nuk kishte hierarki, nuk është si kastat indiane, lind skllave do vdesësh skllav, apo lind brahmane do vdesësh brahman. Nuk dua fare debatoj se është çështje tjetër kjo. Por nga ana tjetër po e hyra kësaj do pikërisht pra, mos si më mbledhur do vish herë tjera. Do vish herë tjera dhe do ta diskutojmë atë lloj çështje, po ta them ti më respekton mendimin, unë të respektoj mendimin për çështje historike, se është interpretim. Pastaj për të ndërhyrë tek mendimi jot vëlla, siç mendon ti për hebrejt, siç mendon ti për zionizmin, që te zionizmi e kemi të përbashkët sepse dhe unë e shoh, duhet të jesh idiot për mos ta shohësh një agjend. Sepse kjo është lloj agjende. Domethënë si ka mundësi që Europa është kthyer në disa buratin, të cilët marrin gjithmonë miratimin e AIPAC-ut. Si ka mundësi që von der Leyeni të dalin në Bashkimin Evropian, i cili është bashkim i shteteve kristiane dhe protestante, të thojë Bashkimi Evropian është nën rregullat e Talmudit. Ç'lidhje ka Talmudi me Europën vëlla? Duhet të jesh idiot për mos ta shikosh kët. Ose ta dyshosh. Unë jam dekartian. Unë e dyshoj çfarë do lloj gjoje që më vjen televizor, politike, deklarat, e më thet tash. Të kalojmë vetëm pak se jemi në pjesën e fundit, dua ta di te Irani vëlla. Ti ke jetuar në Iran apo jo? E ke parë Iranin me sytë tu? Nuk kam jetuar, po kam shkuar shpesh në Iran për konferenca të ndryshme dhe jam një person që Irani më do shumë. Biles edhe kur ishte? Sot isha në intervistë në Press TV nga që unë jam një nga ekspertët më të mirë të terrorizmit mujahidin, edhe ashtu fjala bie sigur amerikanët më duan për punën e ujgurëve, kur kuptohet, kur flas politikisht korrekt me ata. E njëjta gjë ndodh edhe me iranianët, nga që iranianët kanë vuajtur shumë nga kjo organizatë terroriste, biles edhe tani që u bën këto u bë ky rebelimi terrorist që u bë kundër organeve të sigurisë, ishin këta mujahidinët. E quan rebelim terrorist, pra të flasim hapur bash vëlla. Po prit. Po. Ja ta sqaroj. Ja ta sqaroj se këtë problem pata edhe me Ylli Rakipin, se e di si është muhabeti vëlla, ajo Shqipëria aty është vrimë zez, edhe shqiptarët nuk dinë shumë se çfarë bëhet në botë. Dhe shumica e informacionit që marrin, për shembull, të hapësh ti Top Channelin, është më mirë shiko CNN-in se sa shiko Top Channelin. Domethënë se pak janë vetë servil shqiptarët, pak janë ignorantë edhe bëhen pjesë më mirë CNN-in se Top. Edhe bëhesh
aty ka një trushplarje dhe një dezinformacion të paparë. Tani shi ç'a ndodhi në Iran që ta sqaroj edhe për shikuesit e tu. Irani që nga viti 2000 po e zëm nga viti 2012-2010 kur zionistët amerikan shkatruan gjitha vendet sunite arabe, e nisën me Irakun dhe e përfunduan me Gaddafin në Libi me pranverën arabe. Jo, t'jem më i qartë. Dali më saktë në 2017-ën, se Obama u mundua që t'i rregullonte pak marrëdhëniet e tjerë. Biles një nga arsyet pse u sollën mujahidinët në Shqipëri ishte prej Obamës, nga që u bë marrëveshja nukleare me Iranin. Por me ardhjen e Trumpit në pushtet në 2017-ën, Trumpi që është zar i zionizmit ndërkombëtar, e ka vënë Iranin në sanksione të papara. Në Iran ti nuk blen dot një stilolaps si ky nga jashtë. Ky stilolapsi po zënë prodhohet në Turqi apo në Kinë, ka që Iranin e kanë hequr nga sistemi bankar ndërkombëtar, dhe ti si tregtar iranian duhet marrësh lek në valixhe deri $10,000, nuk merr dot më shumë, që të hypësh avionit tikësh në Pekin edhe të blesh stilolapsa dhe t'i sjellësh në vend. E dyta, këta bankierët zionistë që nga viti 2017 kur erdhi Trumpi në pushtet, godasin në mënyrë të vazhdueshme rialin iranian. Dhe çfarë ka bërë kjo është që nëse përpara deri në 2016 po themi, një profesor universitar në Iran merrte $1,000 apo $2,000 në muaj rrogë, tani ky profesor ka përfunduar që merr $200 muaj në rrogë në muaj, dhe me $200 ti nuk jeton dot, sepse çmimet janë të shtrenjta etj. Dhe ç'a ndodhi në datën 27 dhjetor dhe 28, u sulmua përsëri riali iranian, edhe shumë burime thonë që sulmi erdhi nga Dubai, se Dubain përdor Izraeli, ku ata domethënë fillojnë futen nëpër këto exchange-at e Teheranit dhe blejnë dollar në mas, e heqin dollarin nga qarkullimi, dhe kjo çoi rënien e tumanit. Edhe që ndodhi që ata pazargjit e pazarit të Teheranit, ata që merren me telefonat celular, humbën me qindra mijëra dollar dhe dolën duke protestuar kundër qeverisë, e cila nuk kontrollon dot tumanin dhe nuk e stabilizojnë realin që mos të bjerë para dollarit, nga që humbën lek. Këto ishin protesta normale. Dhe pas Teheranit u futën në protesta qytete të tjera të mëdha, sikur Mashhadi, Isfahani, ku tregtarët dolën dhe protestonin. Imagjino për shembull sikur neve këtu në Shqipëri, Edi Rama fali zionistëve, leku shqiptar është bërë më i fuqishëm se sa dollari amerikan. Po fjala bie sikur Izraeli t'i shpallte luftë Shqipërisë, dhe sot për shembull kur për shembull €1 konvertohet në 1.000 lek, sikur izraelitët të bënin makinacione dhe të bënin që €1 të konvertohej jo me 1.000 lek, po me 10.000 lek. I pinte që fjala bie, unë që kam 20 milion lek në bank, unë do përfundoje me €2.000. Dhe kjo do më sillte mua në rrugë që do protestoja. Pra këtë i bën Iranit dhe filluan njerëzit të protestonin. Domethënë për një javë ishin protesta të biznesmenëve të cilët i kërkonin qeverisë që të vërë nën kontroll rënien e rialit. Dhe qeveria u përgjigj, presidenti Pezeshkiani i tha biznesmenëve keni të drejtë, dhe edhe shkarkoi nga puna drejtorin e Bankës së Përgjithshme të Iranit. Por ç'a ndodhi është që 7 ditë më mbrapa, në datën 5, Mossadi, biles ishte edhe Mike Pompeo që ka qenë i shefi CIA-s dhe sekretari i shtetit për administratën e parë të Trumpit, Jerusalem Post. Po më dëgjon? Jo, tani po, se u shkut për një sekond, po. Tani po. Okej, se nuk e di edhe. Domethënë ç'a bëri CIA dhe Mossadi vunë në punë ato celulat e agjentëve që ata kanë në Iran, ku këto celula u armatosën, morën mbi 70.000
ka kapur qeveria iraniane mbi 70.000 Kalashnikov që hyn nga Iraku, u armatosën me dron dhe u koordinonin nëpërmjet internetit dhe filluan duke sulmuar xhami, rajone të policisë, rajone ushtarake dhe duke vrarë hoxhallar, zyrtar, duke sulmuar spitale etj. Pra, pati protesta kundër keq menaxhimit ekonomik, por nga data 5 janar deri në datën 15 janar, aty nisi një luftë terroriste. Mujahidinët me bazat e tyre që nga Franca, Gjermania, por edhe Manza, filluan duke dërguar lek në Iran, i pagonin njerëzit dhe i thonin nëse ti do djegësh fjala bie xhamin e lagjes tënde, ta filmosh veten, ne do të japim ty $1.000, po $1.000 është para e madhe. Dhe Meku kështu funksionon. Meku në Shqipëri ka shumë exchange-a, se do më thënë ti po duash dërgosh lek në Iran nuk çon dot me bank, e që Irani është jashtë sistemit bankar. Edhe CIA çka ka bërë tani me Mossadin, i ka hapur shumë exchange-a agjentëve të saj iranian, jo vetëm mujahidinëve. Ka shumë grupe, ka grupe terroriste, baluçe, kurde etj. Po unë të tregoj ty se si funksionon Meku. Ti besoj e di se, do më thënë, unë kam bërë me Al Jazeera para ca vitesh edhe një dokumentar për call centerat që ekzistojnë në Manës. Këta mujahidinët rrinë gjithë ditën para kompjuterit edhe marrin njerëz në telefon. Fjala bie, unë jam këtu në Malajzi, kam një call center edhe marr katunarët e fushkrues për shembull. Edhe mor njonin që s'ka buk të haj, edhe i them, o vllai si je, i them, unë do t'jap ty €5.000, nëse ti shkon te xhamia e fushkrujës, e godet xhamin me një bombë molotov, thua poshtë Edi Rama, poshtë Amerika, dhe e filmon këtë dhe ma jep mua. Unë si mujahidin që jam këtu, nëpërmjet exchange-it që kam fjala bie në fushkruj, të kaloj ty $5.000, i kaloj me exchange-a që unë jam lidhur në Dubai, apo në Teheran, apo në Stamboll, ti djeg xhamin, merr €5.000, ti e bore punën tënde, ke lek, shkon blen makinë, bën qef, unë e marr videon tënde tani, e postoj në rrjetet sociale dhe kështu ata krijojnë atë efektin Ortek apo avalanche, si quhet. Dhe këtë është që bëri Meku, Mossadi, CIA, grupe kurde dhe baluçe, azere e të tjerë, pati do më thënë një, dhe këtë e pranoi vetë Mike Pompeo që ka qenë shefi i CIA-s, që tha me protestuesit në Iran janë agjentët e Mossadit dhe i them atyre që dilni edhe filloni luftën. Dhe çfarë ndodhi që nga data 5 janar deri në datën 15 janar Irani u zhyt në një luftë civile, sepse po vriteshin policë, po vriteshin ushtarakë etj. Kjo e detyroi udhëheqësin suprem, Imam Khamenei, që i dha urdhër organeve të sigurisë, të cilat deri në këtë moment e bënin atë që bën Edi Rama kur ka protesta në Tiranë, thjesht menaxhim turme, i tha tani që po u vrasin duhet që ti kundërpërgjigjeni. Dhe sot dolën të dhënat zyrtare nga qeveria iraniane në këtë që ndodhi, domethënë në këto sulme terroriste, se prandaj më pyete më herët dhe thash prit të ta sqaroj, ka patur protesta qytetare, por këto protesta u rrëmbyen nga CIA dhe nga Mossadi, dhe projekti ishte donin që amerikanët bënin atë që bën në Kiev në vitin 2014, nëse e ke parasysh atë revolucionin e Mejdanit, ku njerëzit filluan duke protestuar kundër Janukoviçit për politikat e tij, dhe më pas çfarë bëri CIA, nëse mban mend, me Victoria Nuland, që ishte sekretare e shtetit për Euroazin, shkoi në Kiev dhe shpërndante thesa me lek, u jepte ukrainasve lek, u dhan edhe armë që të sulmonin qeverinë e Janukoviçit, ku u detyrua presidenti u arratis, dhe gjë që solli edhe ndërhyrjen e Rusisë që kemi edhe luftën sot. Pra, CIA me Mossadin bën këto në Iran, por iranianët nga që janë mësuar me këto lloj manipulime protestash, se në Iran po shikosh një herë në 3-4 vjet ti ke protesta masive. Për shembull në vitin 2022 ne patëm protestat e ashtu quajtura Mahsa Aminit, ku një vajzë e cila u shoqërua në rajon të policisë vdiq, dhe miti që u krijua ishte që këtë e vrau policia pse nuk mbante shami. Ajo u çuan në rajon për gjë tjetër.
Dhe nëse mban mend, un kam qenë në Shqipëri atëherë në 2022-shin, u bën edhe këto shoqatat e këtyre lesbikeve dhe pederastëve të Shqipërisë që merrshin lek nga USAID, dinin në për televizione sikur Euronews edhe prisnin flokët, thoshim do presim ne flokët sepse duan islamikët që ta bëjnë neve ferexhem. Dhe ajo ishte protestë shumë problematike për Iranin, nga që deri në 2022-shin në Iran ishte ligj ku kërkohej që femrat duhet vinin Shami. Dhe iranianët e kuptuan që kjo puna e Shamis po i merrej nga izraelitët dhe po i rebelonte gratë kundër sistemit, dhe nga viti 2022 deri tani në Iran nuk detyrohet më, nuk mban më njëri Shami. Domethënë do ta mbash Shamin e mban Olse, si ka se po të dëgjoj me këshëri vlla sepse du me marr informacione. Unë që kam dëgjuar një version, du me dëgju dhe versionin tjetër. Si studius. Po mirë burr. Shikoj videot e Iranit 1950-ën, 1930-ën, 1940-ën, është një vend dashuri. Ndoshta një nga vendet më të zhvilluara, ndoshta pasardhësit më të denjtë të perandorisë perse, që shumë pak kush e di që si perandori ka qenë nga më të lullzuarat. Si ka mundësi e burr që pas këtij revolucionit islamik ka denigruar në këtë lloj forme të një lloj ekstremizmi, a kupton shpendin? Pa dashur të gjykoj besimin se unë jam bektashi. Unë personalisht nga familja jam bektashi, po unë nuk e shikoj fare me besueshmëri e musliman, katolika, po hebrea, po x. Mjafton besor zotin. Deri në vitin 1979, Irani ka qenë sikur është Tajlanda sot. Po. Domethënë ishte qendra e prostitucionit lindjes mesme. Amerikanët vinin dhe Teherani ishte plot me bordello dhe me kurva. Ka qenë pak a shumë sikur Gjermania e Republikës së Weimarit. Pas luftës së dytë botërore, zionistët e shkatërruan Gjermaninë aq shumë sa që Berlini u kthye në qendrat e prostitucionit botëror. Domethënë dilte nona edhe bija palloheshin me i çifut vetëm që të hanin bukë. Ky ka qenë Irani para revolucionit islamik. Kur ndodhi revolucioni islamik, Imam Khomeini që mori pushtetin, u imponoi rregullat e islamit iranianëve. Për shembull, prostitucioni u ndalua, droga u ndalua, alkooli u ndalua, etj. Me idenë që të krijonte një shoqëri të shëndetshme ku njerëzit, femrat mos prostituonin, njerëzit mos vrisnin vetet e tyre me drogra, etj. Dhe qeveria iraniane ndërmori shumë reforma për të islamizuar shoqërinë. Tani reforma islamizuese ne kemi patur në shumë vende myslimane, për shembull në Arabi Saudite, në Katar, në Kuwait, biles edhe në Turqinë pasi erdhi Erdogani në pushtet, por edhe këtu në Malajzi ku kam qenë. Për shembull, deri në vitet 1990 gratë këtu në Malajzi, por edhe Indonezi nuk mbanin shamira. Po çfarë ndodhi sidomos që me revolucionin islamik në Iran, në botën myslimane ka ndodhur një revolucion i cili synon që t'i japi fund prostitucionit, degenerimit, drograve etj. Dhe në videot që ti shikon, për shembull, Irani përpara Republikës Islamike ishte sigur Shqipëria, ku ju për shembull nga pallatet me shigjeta deri te nëntkaçet, shumica e apartamenteve janë kthyer nëpër bordello. Kur isha në Tiranë, më tregonin ca shokët e mi që izraelitët u kënaqën duke palluar goca të vogla, edhe 16 vjeçare. I kanë kthyer shumë apartamente, i kanë kthyer në bordello. Dhe kështu është se si ka qenë Irani, po kështu kanë qenë në shumë vende. Dhe çfarë bëri Republika Islamike? Vendosi ligj që t'i ndaloi këto gjëra, dhe ndër të tjera u kërkua si uniform që femrat të mbajnë edhe shami. Në shumë vende, për shembull këtu në Malajzi ku jam unë, apo edhe në Indonezi, në Brunei. Nuk të duket si pjesë e propagandës vëlla? Domethënë një sistem përdor të metat e një sistemi tjetër për të ngrindur propagandën e vet. Se mua nuk ma ha mendja që këta liderat suprem të çdo lloj regjimi nuk kanë epshe seksuale apo nuk kanë perversizma. Mua më duken gjithë një lloj. Epshe kanë gjithë njerëzit të burr, sepse Allahu kur e krijoi njeriu, e krijoi njeriu e pshor. Por sipas Kuranit dhe Islamit, njeriu epshe duhet i ketë për gruën e vet, jo të palloj gruën e komshiut.
edhe të bëj orgjira, sikur bëhen në Tiranë. Ky procesi islamizues është diçka që ka ndodhur në të gjithë botën muslimane, por ne nuk shohim ndonjëherë propaganda amerikane kundër Malajzisë apo kundër Bruneit. Në Malajzi, për shembull, po të hysh në ushtri apo në polici apo në institucione shtetërore, femra muslimane duhet mbaj shami. Në Brunei jo muslimanët, por edhe jo muslimanët e kanë uniformë që duhet mbajnë shami. Por nga që Brunei me Malajzin janë aleatë të perëndimit, ne nuk dëgjojmë asnjëherë në përlajme. Kurse në rastin e Iranit, në Iran ka një propagandë të organizuar e cila sulmon Islamin. Në vitin hera parë që unë kam shkuar në Iran ka qenë viti 2007, se unë nuk e njihsha Iranin edhe në atë kohë bëja doktoratën në Itali Firenze dhe i them një miku ora i them si ti ke se unë duhet me kuptu çfarë bëhet aty. Edhe gjëja që mua më bëri përshtypje është se unë mora avionin nga Stambolli për në Teheran. Në avion femrat iraniane, si janë këto klasa e pasur, pa shami, me barkun jashtë, me cica jashtë e tjerë. Sa vinë në Imam Khomeini Airport, që është aeroporti i Teheranit, gjitha mbulohen, vëjnë shamira gjëra. Dhe thashun, çfarë bëhet më kështu thënë. Edhe takova një hoxha aty, një filozof i madh, ja kam harruar emrin. I them, pse i detyroni gratë ju, i them që të vëjnë shami. Edhe më thotë, më i detyrojmë thotë që mos ikin të bëjnë kurvëllëqe. Po i them unë, nuk detyrohet do të kështu, them unë, femra, se unë i tregova çfarë ndodhi, unë erdha nga Stambolli kështu, ato ishin me cica jashtë, thashun, dhe sipas mësimeve të Islamit, shamin duhet ta mbaj ajo femër që është besimtare dhe që e ndjen besimin si përgjegjësi para Zotit. Edhe thashun, ju vishni prostitutat me shami, ç'është kjo puni thash. Po tha kështu është ligji, se edhe aty ka burokracira, kupton? Po i thashun, për mua kjo nuk është gjë. Iranianëve do t'i duaj kova. Erdhi viti 2022 e pam protestat masive, tani kanë hej shamit. Se edhe aty ka burokracira, ka dëgjoj, se çdo sistem ka ato konformizmat e tyre. Ju ka dhe konformizma, për shembull Edi Rama deri në 89 thoshte rrof Marksi, kuptonte? Edi Rama nuk beson as Marks as në drejtë as shejtan. Dhe domethënë ashtu sikur neve në kohën e komunizmit, për ata që janë të vjetër sa unë dhe e mbajnë mend atë kohë, që shumë nga këta që sot bëjnë kryq për Amerikën dhe Izraelin, njerëz si Piero Misha, Ben Blushi, gjithta sorosistat, që këta të vrisnin për Enverin, thonin parti e punës, shoku Enver, po më dëgjon apo më prezoni? Po, jam duke dëgjuar. Domethënë të gjithë këta që janë më fanatikët e imperializmit zionisto-amerikan, këta të vrisnin në burë, deri dje ti të kritikoje Marksin e Engelsin, këta të vrisnin edhe shokun Enver. Dhe edhe në Iran është krijuar kjo. Domethënë ka shumë veta që hishen më katolik se sa papa, por kjo ka patur efektin negativ. Dhe mua më bëhet qefi që qeveria iraniane më në fund e kuptoi këtë gjë, që e para nuk ja imponon dot, nuk i bën dot njerëzit e mirë, nuk i bën dot njerëzit e ndershëm. Kupton? Sepse domethënë ideologjia e atyre ishte që neve duke imponuar femrave shamin, duke islamizuar gjithë institucionet tona, ne do prodhojmë një popull të mirë, një popull që nuk do vjedhi. Ata prodhuan urrëtitje ndaj Islamit. Bravo. Prodhuan urrëtitje dhe kjo ka patur një efekt shumë negativ, por gjë e mirë është që Irani më në fund që nga viti 2022 e mbrapa e ka kuptuar këtë gjë, dhe aty nuk po ka më imponim të rregullave islamike. Se dëgjoj, po shikosh edhe traditën e profetit Muhammed, Islami nuk u imponua me pahir. Allahu thot në Kur'an, la ikrahe fi din, nuk ka dhunë fe, do ta besosh Zotin, besoj, do me qenë qafir ji. Allahu nuk është diktator vëlla, se po të ishte diktator Allahu do dilte në qell, do thoshte unë jam Allahu, edhe mu fal gjithë juve qafira më. Ne edhe Zotin e shikojmë si diktator. Po pra, por Zoti nuk është diktator, sepse ti e ke me Kur'anin. Zoti thotë nuk ka dhunë në fe. Të jep vullnetin e lirë. Po lirë. Është ajet Kur'ani. Po pra, nuk ka dhunë fe. Tani muhabeti është që pas revolucionit islamik në Iran, domethënë se çdo sistem ka hipokritët vet. Çdo sistem ka njerëz që hiqen më katolik se sa papa, dhe më e fortë është se unë e njoh Iranin shumë mirë. Ka shumë nga këta që hiqen sikur janë besimtar, ndej që kur unë i shoh kur dalin në perëndim, përfundojnë në për kuplara edhe shajnë Islamin, kuptonte?
edhe më shumë e mbrojnë unë Iranin se sa e mbrojnë shumë iranianë. I them, "Ore legena, ç'a bëni më plera?" I them. Kuptonte? Se kur ikin në Iran, hiqen kështu si besimtar të mirë, që ti bëjnë qefin atij Hoxhës Suprem. Është pak a shumë ajo Kjo që është ka pra, ndodhur domethënë, tek neve. Është the same shit vlla, Dgjoj. është the same fucking shit. Po dgjoj, kudo. fal. Thjesht kanë nxjerrë po se flamur dgjoj, të ndryshëm, fal. njëri amerikan, tjetri iranian. Bravo. Janë një njëjtë agjend. Po dgjoj, kudo që hyn politika, degenerohet feja. Për shembull, në kohët komunizmit, ti shikoje ti këta Gramoz Ruçat, Edi Ramat, Pascal Milot, këta bonin kryqë për marksizëm, leninizmin, shanin imperializmin amerikan, zionizmin izraelit. Sot i ke kështu që domethënë i shkojnë barkashtriu Izraelit. Dhe këtë të bën sistemi, edhe shumë, domethënë, dëgjoj, pushtetin në gjithë botën e trashëgojnë hipokritët, munafikët. Unë për shembull po tisha Legeni Ramos, tani mund tisha rektori i Universitetit të Tiranës, kuptonte? Po të bëja unë sikur bën Tonin Gjuraj që del me flamurin e Izraelit, e bëri rektor të Universitetit Shkodrës, ai kuptonte? Edhe po tisha unë i atill që të lavdroja Izraelin në Amerikën, unë mund tisha edhe ministri i arsimit i Edi Ramos tani. Dhe ky është, por në të gjithë botën pushtetin e marrin hipokritët. Njerëz si unë edhe ti që jemi rebel, që i themi gjëra troç sikur janë, ne rrim cepat e shoqërisë. Ne pranojmë ose revolucion për mbysje regjimi, ose nuk pranojmë që të bëjmë kompromis me regjimin. Por kjo ndodh në të gjithë botën. Domethënë jo vetëm botën e Islamit, edhe në Amerikë, edhe në Perëndim. Ti shiko çfarë po i bën Trumpi tani evropianëve, po ishte djen Davos mirë që nuk i shavi me rob shtëpia, edhe i shkojnë gjithë i por atë që po meritojnë vlla. Atë që po meritojnë po i bën Trumpi. Po. Sepse Europa, jo, unë kam qef Trumpin. Europa është ajo lloj. Trumpi është dënim nga Allahu për Perëndimin. Është ai lloj pozicionimi gjeografiko-politik që e ka bërë çamur dhe çorap gjithë botën, po çamur dhe çorap gjithë botën duke ekspansionuar, duke u vjedhur kulturë. Shumica mendojnë se filozofia është europiane, po mjeku më i mirë i tërë akorave është Ibn Sina. Nuk është Hipokrati, që kemi mësuar ne betimin e Hipokratit. Ato lufta e kryqëzatave që shumica e din që kanë qenë 7, po në thelb kanë qenë 15, që nga e 8 deri te 15 e masakruar fëmijë se burrat i mbaruan Europës. Kanë sjell edhe heqjen e apandesitit, edhe transplantin e zemrës, edhe numrat, edhe misticizmin, edhe gjitha me radhë, kulturë. Sepse ne nuk i lexojmë këto, sepse do duhesh që kur e lexon historinë zyrtare, ta dyshosh që të futesh në research për të gjetur se ku është e vërteta. Këtu njerëzit mendojnë se 150 vjet shtet ka vlla. Domethënë nuk din as shekullin e 20. Si ka ndodhur, qysh ka ndodhur, pse ka ndodhur. 6 milionë hebrejnë të vrarë, thon nëpër. Po mirë vlla, si ka mundsi 6 milionë të vrarë matematikë vlla, pa dashur me qemalin. 6 milionë të vrarë, 9 milionë janë në Izrael, sa pas kanë qenë këta vlla. Se s'të bie llogaria, nuk është matematikë olimbi. Nuk të bie llogaria. Por ky gjenocidi që këta bën në Gaza, ku gjymtuan ndoshta 1 milion njerëz. Ky është turpi gjithë e ka rrëzuar mitin e Holokaustit. E ke parti që izraelitët nuk e përmendin më? Se domethënë po ta përmendin, i thonë njerëzit po ikni më, i thonë ju vrisin nga 1000 vetëm ditë. Unë kam parë dokumentar vlla, kam parë dokumentar të njerëzve hebrejnë të mirë, besimtarë në Zot, që thoshin jo vlla, unë kam emrin këtu, po unë nuk jam këtu, unë kam shtuar me familjen time. Kam parë dokumentar amerikan që thoshin ato nuk ishin dhoma gazi, po ishin dhoma pastrimi. Tashi u hap dosja e Hitlerit, u pa që ishte në Argjentinë deri në 67-ën, që kishte lënë 2 pasardhës, edhe pastaj e mbylli prap. Do ta shtyjmë edhe për 30 vjet tjera. Kur do ta shtyshë? Kur do marrin vesh njerëzit për Hitlerin? Kur të vdesit e brezim? Personi më i mirë për këtë punë është Norman Finkelstein, që mamaja e tij e mbijetoi Holokaustin, që ka bërë librin The Holocaust Industry. Është mafje. Domethënë, hajde mo, domethënë e krijuan mitin na vrat juve evropianët, edhe tani kap futë zhyt. Unë kur kam qenë në Firenze që bëja doktoratën, kisha një mikun tim që ishte çifut. Nona e tij merrte
25.000 euro në muaj pension nga Gjermania. Edhe i thashun, ure, pse me nëna jote ka, po jo tha se kam bjetu holokaustin, e kupton ti, domethënë është bjerit i bima, po. Kjo i shpjegon gjitha, jo. Kjo i shpjegon gjitha dhe unë do isha i mbjetur holokaustit për 5.000 euro në muaj nga Gjermania, valla. Po Gjermani zeza, më valla, Gjermani zeza, punojnë ata punëtorët gjerman, punojnë ata shqiptarët e shkret që kanë ikur aty, që paguajnë taksa edhe hajnë tan në Izrael, kupton ti? Biles kur ndodhi një luftë ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, jo kjo 2023, ndodhi në 2021, bëja qyfyre atëre se u mblodh parlamenti gjerman, kaloi buxhet dhe nuk e di sa mi izraelit, nuk e di, me qindra mira, i kaloi shteti gjerman një fond prej, ku digjon, miliarda dollarësh Izraelit, do t'i jepeshin këtyre çifutëve se këta kishin vuajtur shok psikologjik nga sulmi që u kishte bërë Hamasi. E kupton ti? Ai Netanyahu shkon bën luftër andej vret njerëz, këta i shkojnë parlamentit gjerman tani thotë i bëjnë grup ta, ku digjon, i bëjnë grup janë 100.000 çifutësh, thotë ne kemi vuajtur nga terrori psikologjik i raketave të Iranit e të Hamasit dhe paguajnë Gjermani zeza. Që ti vendosim pikat mbi i vlla, se jemi në limitet e kohës. Unë ditë të vetëm një gjë. Nuk kam respekt as për njërën palë, as për palën tjetër, sepse unë e shikoj me real politik, mendoj që shtetet e mëdha janë tutor, shtetet e vogla janë prostituta. Kështu e shikoj unë politikën botërore. Pra, kur ne nuk kemi as ushtri, nuk kemi as kohezion social, nuk ma hamenja që do bëhet në një gjë e hajrit këtu. Më kupton shpenin? E dyta është ajo e Gazës, çka ka ndodhur me Gazën, është turpi më i madh historik, duke filluar që nga jemi, që nuk bëra dot më shumë që ta ngrija zërin, se aq mundsi kisha vlla, milingon jam. Domethënë, të vdesim ne të dy, që jemi burra majoren, e kemi përjetuar çika të kënaqësinë e jetës, mund të edhe të martirizohemi dhe mund të viktimizohemi. Lufta ka nevojë për trima, po lufta ka dhe viktima. Por që e marrë të mira, të vdesin fëmijët edhe mos të flasin njeri, edhe ta justifikojnë vrasjen e fëmijës, kjo tregon në miku im që bota e ka ndryshuar vektorin dhe neve po vemi, nuk e di se në cilin nga rrathët e ferit të Dantes do përfundojmë, po që është e bindur që neve e kemi elevatorin, ascensorin e kemi nga purgatori për poshtë. Sepse po vriten fëmijë dhe po normalizohet vlla. Kjo është, do të thënë, në momentin që vriten fëmijët, mua nuk më intereson më as Amerika, as Irani, as çdo gjë, sepse fund ditës janë disa banda vlla, janë disa njerëz të fuqishëm politikisht, ekonomikisht me lobe, të cilët bëjnë lojën e tyre, njëri merr kreun e shtetit X, tjetri merr kreun e shtetit Y. Në fund të ditës mblidhen pa i parë njeri për të ndarë disa zona influence. Si djemtë Trumpit, si djemtë Khameneit janë të gjithë pasur vlla. Aman ka Amerikanë që vuajnë për kredi, ka Iranian që vuajnë për kredira, siç dolën tregtarët për humbjen e lekëve të realit iranian e gjitha me radhë. Pra, tu është krijuar çfarë do lloj izmi? Demokracizëm, komunizëm, liberalizëm, realizëm, gjithë to pisligje që e diti se kush i ka kriju. Vetëm një kanë harruar ata vlla, që së shkrimi i tyre, shkrimi i Allahut, i Zotit, i qofshin fal. Humanizmin. Shoqëria humane sot është më pak humane se çka qenë në shekullin e 14 vlla. Në shekullin e 13, shekullin e 12, shekullin e 11, se atëherë të pakën ka pas kohezion. Të mençurit ishin të mençur, prinin para, budallën ndiqnin dhe i bëheshin dobishëm. Sot ka ndryshuar. Të mençurit janë të padobishëm, budallën janë aty se na duhen, se kontrollohen më lehtë. Ky është realiteti. Neve do flasim prapë bashkë vlla, se besoj se për gjeopolitikën do ketë shumë interes, kur të plasin në një gjë si shpritet me plas. Është bërë dia është bërë e Davosit, mbledhja e Davosit, dhe aty kemi parë se si do bëhet Great Reseti botror. Dhe lajmi i fundit është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëhen gati për të dalë nga OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë. Tani si do sillet OBSH-ja në raport me gjithë VKM-t edhe gjithë lajt duart, fli, habuk, pastër, mos dil lart se erdhi armiku imagjinar Covidi. Presim, për t'i parë do t'i diskutojmë prap bashk. Olc, të falenderoj shumë vlla. Të
falenderoj që merdhe. Faleminderit. Besoj se ke qenë i lirshëm dhe e ndjer në një bisedë totalisht miqësore, pa paragjykime, pa ndërhyrje të kota për të nxjerrë jashtë kontekstit. Kështu që Faleminderit. Dëgjohemi përsëri inshallah. të pres prap patjetër vlla. Ky ishte Dëgjoj. Tru podcasti për sot, dashur miq. Shikoni, merrni disa informacione, na dyshoni dhe neve, dyshoni dhe Olsin, dyshoni dhe mua për mendimet, por ato lloj gjëra që dëgjoni nga neve, futeni në Google, në ChatGPT, ku të doni juve, dhe shikoni referencat historike, kemi apo s'kemi drejt. Për Iranin nuk e njeh asnjëri se si funksionon nga brenda, sepse është vend i izoluar dhe tani është akoma dhe më i izoluar nga bota për shkak të përjashtimit dhe të embargove apo sanksioneve ekonomike, politike dhe ushtarake që është bërë. Por do të gjojni Olsin, ndryshimi midis pse filluan dhe si u përdorën, duke te i kaluar atë që juve pristi nga ai, duke që të virtualizonte Khamenein dhe të bënte dexhall Trumpin. Jo, nuk ndodhi, në Tru Podcast nuk ndodhi ashtu. Thjesht u bën një analizë geopolitike pastër duke thënë, ky është qeni i këtij lloj lobi, ky tjetri është qeni i cili del përballë. Të gjithë kompromentohen, të gjithë luajnë për interesat e tyre, e dëmi kapital është e neve. Natën e mirë dhe mos harroni subscribe tek faqja jonë e YouTube-it, aty ku blihet liria. Natën.